I themi mirë mëngjesi, Mr. Bashkimi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi juve, përshëndetje. Dukesh si e hëna më Bashkim. Aha, i shkruan në Si e ballë hëna, Bashkim. fiks. Si të kemi, si ishte fundjava për ty? Pate shumë punë? Patëm punë goxha, sepse patëm për vizitë zoti Begajn, presidenti i Republikës së Shqipërisë, dhe vizituam disa vende të cilave vende ju kishte marrë malli dhe për neve, po edhe neve për ata vende, si që ishte Xhamia e Larme, Teqeja, Rabati, që këtu i kemi dhe nuk i kemi vizitu shumë. Kështu që faleminderit që vinë ndonjëherë këta diplomatët e nivelit Që parë na i që mund kujtojnë, dhe ne no? t'i vizitojnë. Na i kujtojnë që i kemi këtu. Bashkim, njëkohësisht, para se të vazhdojmë edhe me temën që sapo edhe treguam me dritën se çfarë ka ndodhur së fundmi në Tetov, ne duam të pyesim për temën e ditës. Pa trashëgimi dhe pa ndim, a ka zgjidhje për brezin e ri në tregun e patundshmërisë? Pra pa të lënë, si thonë baba, dhe pa ndihmën e kreditave, brezi i ri, a mund të bëhet me shtëpi? Të rojnë kredit, sepse ndryshe edhe si kur të lënë baba në gjë, mbasen tashi si janë bërë çmimet nuk të del hesapja, se si për të bërë kulm mbi kokë. Po ka edhe një gjë interesante, këtu tek ne nuk e di, asnjëherë nuk e kam kuptuar se përse aq shumë rinia duan që të kenë pronën e tyre private, duan që të kenë banesën e tyre ose shtëpinë e tyre, kur e gjithë dynjaja është funksionon, domethënë, asisoj me qira. Me qiraja. Në pamundësi për ta blerë, sepse është gjë e shtrenjtë, është gjë që kushton dhe në pamundësi për ta blerë nuk duhet aq shumë të lodhet rinia, sepse qiraja tek e fundit është zgjidhja. Tashi nuk na ka faj qiraja që është shumë e madhe e fortë dhe ne rrogën e kemi shumë të dobët, por ama zgjidhja vetme sërish na mbetet kjo. Bashkim, unë do doja që të tregoj disa raste të cilët e kam takuar. Kam patur rastin të takoj një doktor nga India, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në New York, edhe thoshte, mua më pëlqen thotë thënia e Einsteinit, you have to be convertible, duhet të jesh i ndryshueshëm. Në një moment, sepse pikërisht i bisedonim këtë temën e pronës, domethënë një njeri, doktor, i suksesshëm, kirurg, përse nuk investon në pronë që të ri? Thotë, nëse unë investoj në pronë, dhe atëherë unë lidhe me objektin dhe detyrohem që të mbes në këtë spital. Kur karriera ime, unë jam karrierist dhe unë kam dëshirë që të updatetohem. Sot në këtë spital, nesër do t'jem diku tjetër, pas nesër në një universitet. Domethënë, mundohemi që ta bëjmë jetën pak më të ndryshueshme dhe tek atëherë jeta na duket më interesante. Ashtu. Por ne lidhemi me rënjët e shtëpisë edhe i themi natën e mirë i jetës. Duhet të bëjmë dhe një dallim dritor. Neve, këtu në Ballkanin Perëndimor, ne nuk kemi asgjë të përbashkët me Evropën ose me Amerikën. Ne jemi tek mendja, ashtu thonë nga Tetova, dhe nuk e mendojmë gjërat kësaj. Ne nuk jetojmë në këtë dynja për të kënaqur, për të jetuar, për të qenë plot vetë. Ne o vlla jetojmë këtu për inat komshiut, edhe për të paguar kredit. Farefisit, dhe për të paguar kredit gjithë jetën. Edhe këtu është problemi. Andaj duhet që të filloj që të ndryshoj ky tip mentaliteti këtu tek neve. Dhe sidomos kjo do të ndikojë edhe tek këta çmimet shumë të fryera të banesave të kohëve të fundit, sepse nuk ka logjikë. Para ca ditësh shikoja disa reklama në vetëm disa kilometra më andej kufirit. Në Kosovë, domethënë, i ke 650, 800, 700 metër katror, ndërkohë që në Tetov dhe banesën e vjetër nuk e gjen me 1200, 1300. Domethënë të harrosh atë. 1600 dhe më sipër. Wow. Nuk ka më lirë banesë këtu në Tetov dhe kjo nuk ka asnjë lloj logjike kur të krahasosh çmimin e ndërtimit. Nuk të dele sapi, po sikur edhe me argjend ta lyesh brenda, domethënë nuk e arrin sërish atë çmim. Por kërkesa e madhe për të bler banesë, për të patur pronën e vete, ka bërë që të ngritet në këtë nivel. Ne kemi mos shkojmë jashtë kufive, kemi Maqedoninë lindore. Po të interesojeni andej sa janë çmimet, do të habiteni sepse 3 fish më të lira janë se sa këtu tek neve. Jo, janë shumë normale. Rrogat i kemi të njëjta. Shiko tash, kur po flasin për Ballkanin, Bashkim, flasin pak për Ferizajin, që më larg se Ferizaj. Domethënë ke banesa të cilat mund të gjesh me 400-600 euro metër katror që nga ndërtimi. E ndoshta arrin në shifrën deri në 800 euro, të themi metri katror. Mirë, po janë domethënë me të vërtetë
dallime të mëdha në çmime. Shqetësimi më i madh 800 euro metër katrori në Ferizaj është në qendër, domethënë, shumë afër të gjitha institucioneve, afër tregjeve, afër gjërave që e ke on the main place, që nuk ka të bëjë me këtu tek neve. Këtu tek neve edhe në full periferi të qytetit, i njëjti çmim është dhe nuk ndryshon, domethënë, të njëjtin çmim e ke. Tashi, për atë që ka gjithmonë. Për atë që s'ka, do të bën analiza, ku është më lirë, si do e gjejmë, mirë, si themin e mirë, fugaraja, e shkret. Flasim për neve që kemi shumë, po s'na dele sapi të blejnë. S'na dele sapi. Jo, mirë, po është mirë edhe të rinjt në fakt, të rinjt që nuk munden asë se të zgjohen. Të lexoj një mesazh që thot, jam 32 vjeç i martuar me një fëmijë, jetoj në Ibanez me qira. Çdo muaj paguajmë më shumë për shtëpinë e dikujt tjetër se sa do të paguanin për tonën. Por banka kërkon 20% para pagim. Nga ti gjej. Pikërisht. Përveç i mëngët vëllai i dashur, ka punot, çfarë ti bëjmë tash? Shko tek ndonjë bank tjetër gjej. S'ka zgjidhje tjetër. Po pra, pikërisht këtu është mentaliteti shqiptar ose ballkanist, ne në përgjithësi në Ballkan. Edhe në Mërgat, kudo që shkojmë, ne vazhdojmë me këtë avazin. Shkojmë, instalohemi dhe kemi dëshirë që të flojmë çdo gjë nga jeta jonë për të krijuar në pronë. Ndërsa popujt e tjerë asnjë mendojnë këtë gjë. Nuk e di, unë mendoj që për shembull kur ende në bashkim familjar, pra të flasim për fëmijët që jetojnë në atë shtëpi, për prindërit e kështu me radhë, do të ishte shumë e lehtë që të investohet të blehet nëse jetohet vetëm me një shtëpi. Është shumë se them e zgjuar vendimi për të blerë një pronë sesa për të paguar qiran. Mirë, po për brezën e ri, të cilët ndoshta po kemi persona që kanë karrierë dhe nuk e shohin veten duke jetuar në Shkup apo kudo koft. Mirë, po është për të gjithë ata të rinjt, të sapo martuarit, që kanë gjetur një punë stabile, që po dojnë ta krijojnë një jetë stabile në vendin e tyre, është e pamundur, pa trashëgimi, pa ndihmën e prindërve, pa ndihmën e bankave. Mirë, po atë që thashë edhe më parë bashkim, paga që i kemi ne as kredin nuk na japin, e kupton, domethënë kjo është ajo më çesharakja. Na japin kredi vetëm për të shkuar në pushim një 3 ditë dhe asgjë më shumë. Pikërisht. Dhe pastaj kur e arrim momentin që ta celebrojmë se e morëm kreditin, pastaj kur vinë ata muajt të shpesh, kur thot banka si puna e donerëve të cilët na thot këtë muaj që ka djeg shumë, po i futëm më brenda. Këtë muaj më pak e të tjera. Pastaj më e tmerrshme është edhe kur të vënohet edhe paga nga puna, aty të ka zemra, sheqeri, diabeti, domethënë kështu. Bashkim kur jemi te pushimi, dikush kishte pas plan që të krijoj një pushim kolektiv më shumë. Për të gjithë, me universitete, me shkolla të mesme. Domethënë lajmërimi i bombave u gjet ai forti, ë? Domethënë që prej 2 vitesh ky problem në Tetov vazhdon rishtazi që të përsëritet, vazhdon që të një farë forme të them të traumatizoj nxënësit, profesorët, policinë, edhe më shumë prindërit, por falë Zotit para ca ditësh, pas një aksioni të përbashkët të Ministrisë së Punëve të Brendshme, sektorit për krim të organizuar, sektorit të policisë të Tetovës së bashku kanë arritur që të lokalizojnë vendin nga ku dërgohen këto emaila. Dhe në orën 4 të mëngjesit, para 3 ditësh, domethënë sektori punëve të brendshme i Shkupit dhe Tetovës, nga Ministria e Punëve të Brendshme janë futur në shtëpi ku edhe kanë kapur personin. Dhe sipas informatave që arritëm të marrim nga Ministria e Punëve të Brendshme, këtij personi është gjetur në kompjuterin personal dhe emailin nga i cili ka dërguar këto. Gjatë aksionit dhe marrjes në pyetje të këtij personi, i njëjti dhe ka pranuar që ka dërguar emailin, dhe identifikimi i tij, edhe pse ishte shumë i vështirë nga ne gazetarëve, megjithatë identifikimi i tij ishte qershia mbi tort, kulmi. Më e sulmuar për krejt këto muaj ka qenë shkolla e mesme Kirill Pejçinović, domethënë gjimnazi i Tetovës. Pikërisht shkolla nga ku vjen dhe ky nxënës, nga ku ndjek studimet e vitit të 4. I 4 me maturant. Ka filluar nga shtëpia e vet dhe ka dalë më pastaj edhe në institucionet shkollore të tjera, siç janë shkollat e mesme, shkollat fillore, shkollat fillore private, dhe një ditë para se të kapet edhe tek Universiteti i Tetovës kishte dërguar një alarm për bombë.
Ne arritëm që të sigurojmë disa të dhëna edhe pse nga sektori punëve të brendshme nuk jepen as pak të dhëna mbi këtë rast, sepse po hulumtohet, like usually, do të thënë vazhdojnë hetimet. Megjithatë, siç arritëm të kuptojmë personin në fjalë para prokurorit dhe para gjykatësit të procedurës paraprake, diçka ka pranuar, do të thënë që ka dërguar një email, por në bazë të asaj që kemi deri më tani informata, personi ka pranuar që vetëm të hënën pas ka dërguar email, ndërkohë që nga i njëjti email kanë ardhur dhe më herët dhe muaj të tërë. I ka bërë në orar, si është ajo schedule. Të shkon në ora 8, tjetra në ora 9. Këtë jetë prezent në shkollë. Varësisht se kur ka pasur ndonjë punë private, ndonjë gjë dhe ka bërë këtë punë që ti jep vetes një ditë të lirë, një pauzë. Edhe më e dhimbshme është informata që na erdhi mëngjesin e sotëm, që arritëm të asigurojmë nga disa institucione të cilat janë hermetikisht të mbyllura për disa raste, siç është prokuroria, gjyqi, por edhe një pjesë e sektorit të punëve të brendshme. Përse bashkim? Edhe pse bisedohet për akt terrorizmi, është e vlerësuar në këtë nivel, e kategorizuar. Besoni nëse jo, personi në paraburgim ka ndëjtur vetëm 24 orë dhe është lëshuar me procedurë të rregullt. Ndodh edhe kjo në vendin tonë, do të thënë është lëshuar me procedurë të rregullt, edhe nuk është as pak interesante që sot i njëjti nxënës të jetë në bankën e shkollës të cilën unë pikërisht këtë bisedova me drejtorin, duhet të ketë bashkim ndëshkim, duhet të ketë një dënim për të, sido që e vendos, do më thënë prokuroria, sido që e vendos edhe drejtësia, mirë po duhet të ketë që nesër mos t'i kujtohet një të forti tjetër, ta bën po të njëjtën gjë. Sepse kjo po tashmë është bërë, si të them, si një këngë që po përsëritet shumë shpesh. Refren, po urojmë që të mos ndodhet, mos bëhet refren. Kjo është vepër e rëndë penale, do me thonë është vepër tetë e rëndë penale, karakterizohet në vepër penale në aktin e terrorizmit. Andaj edhe jemi shumë të habitur me këtë edhe pse personi ka 18 vjetë se çfarë ndodh përse. Ndoshta tashi nuk duhet edhe ne të supozojmë atë shumë, sepse e gjithë kjo ndodh për këto polemika që i bëjmë neve nëpër media, ndodh sepse gjyqësia është e mbyllur dhe nuk jep informata. Andaj ndoshta dhe nuk kanë fakte të mjaftueshme, por ama nga sektori i punëve të brendshme thonë se personi e ka pranuar vetë, se tek emaili personal, kompjuteri personal i tij është gjetur emaili nga i cili është dërguar ky kërcënim, ndërkohë që nuk ka dhënë asnjë sqarim se pse e ka bërë këtë punë. Thjesht ka heshtur, e ka bërë që të bëjnë ndonjë shaka. Por a bëhet shaka me vendosje të bombës? Bëhet edhe kjo. Bëhet. Fatkeqësisht po, kur nuk ka dhe dënime të shumta, atëherë do të çohet edhe nesër dikush tjetër, do të bën ndonjë ide tjetër, mund ta përsërit. Urojmë që të mos kalojë me dënim, sepse është në shkollë të mesme, është akoma adoleshent, akoma edhe pse vitet i ka arritur për t'u gjykuar, por paktën të jetë penduar dhe të mos përsëritet më kur asnjëherë ky rast. Urojmë. Dash Zoti që t'jetë ashtu që të mos traumatizohen gjithë nxënësit, prindërit, arsimtarët, por edhe i gjithë sektori i punëve të brendshme, sepse frika është diku tjetër drejtoro. Tash ndoshta mund të duket si fantashkencë, por derisa dikush gjithkohës jep atë alarmin e rrejshëm për ujkun në kupen e deleve, ndoshta një njeri tjetër, një psikopat tjetër që të ka inat mund ta fusë me qëllim me ujkun aty. Andaj kjo është frika nga këto alarme të rrejshme, sepse dikush mund të shfrytëzoj rastin. Andaj edhe duhet të merren masa dhe duhet që të tregohen në thojza, të themi, muskuj ndaj këtyre rasteve, që asesi të mos tolerohen këto raste që të përsëriten, që të tallen, të arrijë dikush të tallet me mira nxënës, prindër, arsimtar. Kjo është jashtë çdo logjike. Mjafton vetëm ai stresi që e kanë fëmijët kur futen sërish në shkollë, në atë dyshimin se mos ndoshta vërtet ka ndonjë gjë dhe nuk kanë arritur që ta gjejnë, që është vërtet gjë e rëndë. Por edhe të prindërve, të cilët informohen që në shkollën e fëmijëve ashtu. Do të thonë është me të vërtetë një situatë shumë e tmerrshme dhe pajtojmë plotësisht bashkë me ty që duhet njëherë përgjithmonë të ketë zgjidhje, të ketë është një situatë që kërkon masa rigoroze që të mos përsëritet asnjëherë. Mirë, po edhe që herën e kaluar që biseduam në fakt që të pyeta për të gjithë ekipin e thulmeve kibernetike, nuk e kemi as pak, më duket që të pas një javë, pas sa kohë u gjet, do me thënë, ky djaloshi. Pas shumë muaj, jo një javë. Po kjo nuk është në rregull. Ka pasur.
të njëjtat gjëra. Edhe vitin e kaluar kanë qenë të njëjtat gjëra, alarme të pafundme, alarme të përditshme ishin ato, që linin nxënësit në të ftohtë që të rrinin jashtë oboreve të shkollave, apo të presin me orë të tëra autobusin për të kthyer në shtëpi, sepse autobus për shkollat ka në orët e mëngjesit, kur sillen nxënësit në orët e mesditës dhe të mbrëmjes. Dhe llogaritin e ata që dilnin në orën 8 të mëngjesit, shkaku i alarmit të rreshëm për bombë, ata duheshin të presin gati deri në mesditë që të hypin sërish autobusin të kthehen në shtëpi. Do të thonë, është diçka tejet serioze, e cila kërkon një qasje tejet serioze për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi. Sigurisht. Bashkim, me që jemi edhe nga fundi, kemi diçka tjetër për të shtuar. Çfarë pritet ndodhi sot ose në ditën në vazhdim? Sot nuk pritet ndonjë gjë shumë e madhe që të ndodhë, do të kemi, besoj, tash Zoti, që të kemi një ditë të qetë, të zakonshme dhe të kemi lajme vetëm të mira, por ama si zakonisht unë këtu do të përshëndetem, nuk do i tregoj lajmet, sepse kemi edicionin në orën 16 dhe 19, kur edhe nxjerrim të gjitha të larat e të palarat, e politikës, e ekonomisë, e gjitha atyre që ndodhin këtu në vendet tona. Unë dua vetëm të bëj pyetjen se me të vërtet gjatë fundjavës që lam pas, trazirat botërore, luftrat që po ndodhen, kanë qenë mjaft të tmerrshme. Si është të themi gjendja e qytetarëve në Tetov, sepse ne jemi pak a shumë të themi kështu popull panikues. Kemi dëshirë të panikojmë për çdo diçka që na rrethon. Analizat janë të bukura. Po, analizat janë domethënë Në përçajtore, në kafeneja, analizat janë fantastike. Pikërisht për atë po e pyes. A ka ndonjë perlë të re, bashkim dhe një perlë që ka dalë? Ose cila është më çesharakja që ke dëgjuar? Më e bukura që kemi dëgjuar është me ne s'kan punë ata. Dhe tek ne nuk do hedhin granata, mjafton që të ndalin disa gjëra dhe ne do vdesim urie këtu. Nuk duhet luftë për neve. Por ama nuk duhet të shqetësohen, domethënë është këndvështrimi im, nuk duhet të shqetësohen as pak, domethënë banorët dhe as kund tjetër shqetësim nuk duhet të ketë, sepse kjo nuk është luftë, kjo nuk është parlemërimi i luftës së tretë botërore, dhe ky konflikt mes kësaj tresheje të shteteve, nëse pak analizohet çështja e dosjeve të Epsteinit dhe lidhshmëria njëra me tjetrën, është e gjitha për të mbuluar atë pistikun që është bërë dikur dhe nuk ka të bëjë as pak me luftën, me sulmet apo gjëra të tjera. Janë dhe vetëm paralajmërime që po të mbyllni gojën, ne do të mbyllim tytat e armëve dhe pajtohemi kaq. Edhe natën e mirë. Sigurisht. Bashkim, falenderoj shumë për informacionet edhe uroj që